ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما بعد. Allahun Azza Jalla falenderojmë, i cili Zoti i vetëm që meriton falendrim. Dhe vetmit i bëjmë sejdë dhe prej dhe vetmit shpresojmë. Salavatet dhe selamat janë për pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për familjen, shokët dhe gjithë besimtarët të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në kiamet. Allahu na këshillon Kur'an në fjalën e tij, o ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si takon atij dhe asesi mos lejoni me vdek ndryshe vetë se me iman. Të dashur vëllezër, Ibrahimi alayhis salam teksa po hudhej në zjarr, nuk e humbi shpresën te Allahu. Edhe tha, më mjafton Allahu. S'ka mbështetës më të mirë se sa ai. Musa alayhis salam teksa po i afrohej faraoni zullumçari më i madh i kohës me ushtrinë e vet, edhe populli e hupën shpresën, ai tha, asesi nuk mundet me mëzon ky, sepse Zoti ka me më orientu, ka me më udhëzu. Ishte në barkun e balenës Yunusi alayhis salam, kur vetës i jepte gajrat, duke thënë la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Edhe duke bëni dua, duke thënë, duke fal namaz, edhe duke thënë ja Allah, të falenderoj që ma ke mundësu me u fal në një vend ku s'është fal kush para meje, s'ka mu fal mas meje. Ejubi alayhis salam ja bëni një dua Allahut veç një fjalë. Rabbi inni messani ad-durru wa anta arhamur rahimin. O Allah, më ka kaplu mu të lashët. E ti je më i mëshirshmi i të gjithë atyne që mëshirojnë. Më i mëshirshmi i krejt atyne që kanë rahmet, sa do që kanë, ti ki ma shumë për krejt atyne. Muhamedi alayhi salatu wassalam, teksa po e pritnin, po e kontrollonin krejt venin plan, mushrikët në shpellën Thawr me Ebu Bekrin po dridhej nga frika se mos po e nxojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i thonë te Ebu Bekrit, la tahzan, mos u mërzit, mos u tut, inna Allaha ma'ana, Allahu është me neve. Teksa po ikte pejgamberi alayhi salatu wassalam prej Mekës me bojnë gjërat Medina, u dha një shumë prej 100 devesh kush e nxan gjallë ose të vdekur. Dhe pejgamberin nga malin në mal, nga kodra në kodër, nga rafshina në rafshin, po ikte. Derisa e zbuloj Suraka ibn Malik, ka është të shku pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe ju afru me sulmu. Në ato momente, Allahu e ndaloj duke urzun nga kali 3 herë. Pastaj filloi mu friksu Suraka, pa që dikush është të mbrojtë dhe i tha, e ki garancin teme, fjallën, besën teme e ki që nuk të sulmoj. Pejgamberi tha, hajde këto. Tha, unë nuk kam e të sulmu, po kam frikë ku të kthehem, mos po më gjonë në sen, hyni tuta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i tha, e ke garancionin nga Allahu Gjelleshanuhu që nuk ndodh kur gja. Tha, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ama shkruan, tha, me një letër. Ebu Bekri a shkrujti. Pastaj para se mu largu Suraka ibn Malik, pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha, o Suraka, po të përgëzoj që kam të dhënë dhurat, prej sodit i ki dhurat, thesarët e Persisë dhe të Bizantit. Një njeri që po ik, për kokën e tij e ndon 100 deve, i gjalla i dekën, është tu ik, është në gjendje me i premtu dikuj
thesaret e dy perandorive që ka qenë e pa imagjinueshme, veç me ndru me i shkatru ato, veç me ndru. Ku mes vete 2000 vjetë kanë luftu persët me Bizantët, dhe historia i shënon mbi 700 beteja shumë të mëdhaja, jo kësi beteja me ka 500 në 1000 e 2000 vetë, me qindra mira, 200.000, 300.000. 700 beteja për 2000 vjetë, edhe askush askan s'ka mujt përfundimisht me shkatru. Pejgamberi po i thot këtij burri, unë po t'i garantoj ty thesaret e tyne. Të dashur vëllezër, këto shembuj që përmenda dhe shumë tjerë që s'është veni mi përmend shkaku i kohës, ulemat nga një kënd kur i kanë qyrë kanë thonë, pejgamberët mbjellin shpresë. Pejgamberët mendojnë kahemara. Pejgamberët nuk thojnë ku. Prandaj është një rregull në Islam, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kush thot u shkatërruan njerëzit, u shkatërru prish dyjaja. Kështu në përgjithësi, thot ai është më i shkatruari i tyre, e me një transmetim, ai është të u bën sebeb më shkatërru njerëzit. Çka duhet me bë në situatat e më të vështira? Me pas ymyt të Zotit. Me majt ymyt. Nuk guxojmë me hupi mytin. Nuk guxojmë me humb shpresat e njerëzve. Si musliman ju, e keni obligim, me kondo që rrini, me kondo që bisedani, bëhuni njerëz që motivoni tjerët, që i nxitni tjerët. Bëhuni njerëz që shpërndani, pa që kështu kushtimisht, energji pozitive. Jo njerëz që veç kukatin, që veç ankohen, që veç parashikojnë keq, që veç i shohin gabimet e të tjerëve, që veç bëjnë muhabete që ta humbin vullnetin. Shkon djalit vet i thot, s'ka sen piteja, ti s'ki më bë kur gjë. Nuk e motivon. Ai tjetri ka ëndra të mëdha, ti e bëmi. Pse kështu? Pejgamberi në situatët më të vështira ku s'ka pas ymyt përfitore, për ndihmë, kanë mbjell pozitivitet, është metodologji, bot kuptimi sakt islam që më motivu tjerët. Andaj edhe veten edhe të tjerët motivoni ka mira. Këta vërteton edhe psikologjia. Ku njerëzit të cilët i flasin vetës, edhe i thonë ka me bon, ka me mrin, ka me shku, ka me kry. Arrin, përkundër aty që thonë, ja, sune bajune, s'ka me mujt, ka me ran provim, ka me ngel. Pse menon ka e keqja? Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, mas shumë ti që më habit të njerëzit, është el fa'l. I kanë thonë, e Rasulullah, s'pe kuptojmë këtë fjalën fa'l. Ka thonë, është fjala e mirë që t'jetë vullnet, pozitivitet, të motivon. Para mendo po ik pejgamberi, po i thot njerit, po t'i garantoj, po t'i jap dhurat. Këto thesare. Kanë kalu vitet, ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka vdek Ebu Bekri. Në kohën e Hazreti Omerit, kur i kanë prunë thesaret e këtyne perandorive, Omeri ka thonë, ku është filani, Suraka ibn Malik. Ka ardhur plak përmi 85 vjeç. Ka thonë që amanetin e pejgamberit që të ka premtu para 3-4 vjetë. është habit. Ka thonë la ilaha illallah. Pejgamberi nuk flet nga hamendja. Edhe që ka bon, i ka marrë, thot e qove Omer amanetin vend. Ta shune po du me i dhonë, ka thonë sadak për muslimat. Edhe i ka dhonë sadak se si kanë vyt. Andaj, mesazhi kësaj hutbe të dashur vëllezër, mos mbillni energji negative. Mos rini të menu veç ka e keqja. Mos rini të utut për të ardhmen. Mos u bëni personat të cilët u aprishni ëndrat të tjerëve. Unë kur nuk e harroj, ta shpojmë pak, kur i kam thonë dikuj, apo disa njerëzve, që kam e shku me u bon hoxh, fjallën e parë që me ka thonë, ma i madhi i ati vendi, ka thonë, af, ti hoxh.
kupton? Edhe se kom harru kur atë fjalë. Nuk du të me mbjell, motivoj e njerën, kur është ka amare. Edhe nëse s'mund me mrinë që aty ku ka qëllim, le të mrinë të gjysa që asaj. Andaj, na kemi si popull një të keqë, ku ta shëmë dikush që e ka bleni diqka, një kërë, një telefona, një diqka, pa tjetër të mja bo bajat. Sa e ke blej, 10.000 euro. Jo be kjo, përmi 8.000 si ban kjo. Pse s'ka zëvë mund të kësha marrë, unë e një se djallën e tezës, aqës ati e kam asi, një 500 që pse mërë burja ban bajat? Pse se le njerë në gëzimin e vetë? O që e ka bani shpitë caktume që shtu, mu konë si ti si e këshalon që dritare, pse ja ban bajat, Allah, që atë përfitimi ki ti? Pse na vetëm dhe më dhonë, ka keqa negativ. Filoni ka mëri, ka... Që shi bane ti këto? Psa më paqare ty me të kazu që shi ka boa? Zdihet. Tak një pikë zezë. Subhanallah. Allah në përmirësoft. Allah në farë. Të dashur vëllezër, keni kujdes. Keni kujdes, mbëllni energji pozitive. Kur qohë dikush për tavolinës me ju ose pjodës, le qohët me plot vullnet. Si që ka thani Ibn Qayyim rahmetullah alejh, sa herë na u kanë ngushtu, dujoja të lashe probleme, kemi shku të mësuesi jonë të Ibn Taymija, thot, na mbushte me energji pozitive, sa thoshmi ku qohemi për këtu kana me flutru për gëzimet. Pozitiv më konë njëri. Allah na falë, Allah na përmirësoft, Allah na uzat në rrugën e drejtë. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.